رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله أما والله إن الظلم شؤم ولا زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله ndërshëm në emrin e Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me shenjat e mëdha të Kiametit. Dhe kjo është dersi i tretë me radhë që flasim mbi shenjën e tretë nga shenjat e mëdha të Kiametit, që ka të bëjë me shfaqjen apo daljen e Ya'jugjëve dhe Ma'jugjëve. Dhe sot me emrin e Allahut Azza wa Jall do të jetojmë me një polemik që është zhvillu mes dietarë. Do të jetojmë me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith si që transmeton Ebu Hurejra radiallahu ta'ala an, në tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam formën dhe mënyrën e shfaqjes së Ya'jugjëve dhe Ma'jugjëve. Megjithatë, ne mendojmë se do t'ja kushtojmë këtë ders pasi që ndërtimi i mendimeve të dietarëve ka ndryshu me shfaqjen e Ya'jugjëve dhe Ma'jugjëve për shkak të hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na inspiron të vërtetën dhe të na mundson që të dimë se ku ti mbështetemi ne mendimet tona, pasi që Allahu Azza wa Jall na zbriti Kur'an i Kerimin dhe sunnetin e pejgamberit Allahut. Ndoshta do të jetë mendimi i çuditshëm, siç ka qenë ndoshta edhe për mua. Megjithatë, pas hulumtimit të shumt, kemi ardhur në një konkluz, edhe pse këtij mendimin ndoshta i takojnë pakica e dietar. Mirë po siç e dimë ne, se pasi që hadithet e pejgamberit Allahut e kanë një burim, pra të gjithë kanë dalë prej gojës së pejgamberit Allahut, s'ka mundësi që të ndeshen njëna me tjetrin. Ajo që më ka bo të hulumtoj rreth këtij mendimi është Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, i cili në komentin e Sahih al-Bukhariut, duke lexuar komentin e haditheve të pejgamberit të Imam Bukhariut, të Imam Ibn Uthaymeenit, Allahu Azza wa Jall e mëshiroft, hasa me një argument të çuditshëm që Sheikh Ibn Uthaymeen e konsideron të prej
argumenteve të dobta apo prej transmetimeve të Israileve prej Beni Israilëve. Për këtë arsye mboni që të ulëmtoj dhe të lipi i des këti hadithi, e pastaj hasa në disa mendime të disa dietarë. Këtë hadith e kanë nxjerrën Imam Ahmedin Musnedin e tij që ne po flasmi për këtë hadith. Gjithashtu e ka transmetuar Ibn Hibbanin Sahihun e tij, dhe Imam Tirmidhiun Sunenin e tij, dhe Hakimin Mustadrekin e tij, Imam Hakimi, Imam Dhahabiu dhe Sheikh Albani e konsiderojnë prej haditheve të vërtet. Për këtë arsye, për shkak këtij hadithi pejgamberit Allahu ka ndryshuar qëndrimet, mendimet e dietarëve se vallë penda Yexhujeve dhe Mexhujeve ekziston ende apo nuk se ekziston. Dhe Yexhujet dhe Mexhujet a jetojnë sipërfaqen e tokës apo nuk jetojnë. Yexhujet dhe Mexhujet ai ka arrit daveti pejgamberit Allahut dhe në çfarë forme i ka arrit. Pse shumica e dietarëve tash e konsiderojnë këtë hadith që transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yawm. Yexhujet dhe Mexhujet grien për çdo ditë. Pra përcjellni me vëmend tekstin e hadithit pejgamberit Allah, që me emrin Allah të arrim një konkluz të çuditshëm, që Allah i shpërblev dietar që na i kanë tërheq vërejqë. Ndoshta kena për t'i kundërshtuar në këtë mendim dhe shumicën e dietarëve, mirë po normal se dini jonë nuk motet me ekzistimin e shumicës kanojnë, po dini jonë motet aqë sa peshon argumenti dhe ku peshon argumenti duhet ne të gjindemi në ta. Thotin e Yexhuj dhe Mexhuj yahfaruna kulla yawm, çdo ditë grije. Derisa thot në këtë transmetim, derisa arrin t'i shofin rrezet e dillit. I pari atinve thot lene punën, nesër do të vazhdoj. Thot në këtë transmetim kur të kthehet nesër, e gjen të fortifikum dhe të mbyllur më shumë se ka qenë ditën e parë. Tha vazhdojnë të grirë, derisa tentojnë t'i shofin rrezet e diellit. Pra nënvizoje këta, për çka se neve në argunjohitet si argument se vallë. Yexhujet dhe Mexhujet nuk i kanë pa rrezet e diellit, pra ku jetojnë ata? Jetojnë brendësinë e tokës, ke hadith, që i ka bon disa dietar të thojnë se ato jetojnë brendësinë e kodrave apo të tokës, që si një tyre si ka pa rrezet e diellit. Për këtë arsye Imam Ibn Kathiri, edhe pse zinxhirin e këtij hadithit e ka konsideru prej zinxhirave të mirë, megjithatë ka thonë teksti këtij hadithit kundërshtohet me Kur'anin e Kerimin. Si kundërshtohet dhe ku kundërshtohet? Do të shohim në vijim. Thot derisa i pari pe atinve thot lene punë. Thot nesër do të vazhdojmë ngrirjen dhe daljen dhe shfaqjen tonë. Thot këtë vinë nesër, e gjenë të fortifikum dhe të mbyllur ma shumë se ka qenë ditën e parë. Derisa kur donë Allahu, vjen njani prej akudhejtësve të tyre dhe i thot, lene sot, se nesër inshallah do të shfaqemi dhe të dalmi. Ta kur thojnë inshallah të nesër min kur vinë në mëngjes, e gjenë punën ati ku e kanë lanë, e grien
dhe dalin shfaqen Yejujët dhe Mejujët sipas këtij hadithi të pejgamberit Allahut. Një gjë që ku e ka bon shumicën e dietarëve, ta konsideron këtë hadith të vërtet, kanë ardhur me këtë vendim se Yejujët dhe Mejujët sot e kësaj dite janë të burgosur pas pendës së Dhul-Qarnejnit që ka ndërtu, dhe ato përpiqen për çdo ditë të dalin, mirë po nuk kanë mundësi të dalin derisa të inspirohet njënit prej komandantëve të tyre të thot inshallah. Pas kësaj i ka bon dietarët të diskutojnë dhe të thojnë, prej nga i lindi ideja të thojnë inshallah, prej ka e mësuan fjallën inshallah. Para ta Ibn Hajar Asqalani është përgjigj dhe ka thonë, ke hadith argumenton se në mesin e tyre ka njerëz që e njohin Allah dhe besojnë fuqinë dhe taktimin e Allahut. Nga kuptuat, tha se than insha Allah. Ose mendimi i dytë Ibn Hajar Asqalani që na rafen dhe thot, ose insha Allah jo ka inspiru atyre pa e kuptu kuptimin çka do me thonë insha Allah. Mirë po për çkak se janë inspiru të thojnë insha Allah, dhe për çkak bereqetit të fjalës insha Allah, dalin ata. Dhe në këtë kontekst kur flet Ibn Hajar Asqalani në librin e ati Fath al-Bari, na transmeton 3 mrekulli nga Ibn al-Arabiu. Qële qanë këto 3 mrekulli, nëse konsiderojnë këtë rivajet të vërtet. E para është mrekullia e parë që Allahu nuk ja mundson atyre me punu dhe natën. Me pas punu dhe natën kishin dalë. Nga se ato në mbrëmje në akşam arritën që t'i shofin rrezet e dyllit. Pa me pas vazhdu punën dhe natën kishin dalë. Kjo mrekullia e parë që na transmeton Ibn al-Arabiu. Kur qam të Ibn al-Arabiu, nuk është aj Ibn Arabia Sufiu i Shamit, aj që ka dalë prej dinit Allah. Fjala Ibn el-Arabi, kjo është njëni mirë i Ahlusunnetit, ndërsa Ibn Arabiu është një jo musliman që ka dalë prej dinit Allah, që ka thonë se dhe qeni dhe deri është pjesë e Zotit tim. Pra Allah ka thonë a çdo vend. Kjo është njëni Ibn Arabiu që mos të keq kuptum. Mrekullia e parë është që Allah s'ja ka mundsu të punojnë natën dhe ditë. Thot mrekullia e dytë është që Allah s'ja ka inspiru që të ndërtojnë shkallë dhe të dalin mbi pendë. Nga se ka hadithe të pejgamberit Allah se ato dalin të armatosur. Lloji i armëve të atyre edhe pse do të bisedojnë, do të flasmin dersët e arshëm, do të jetë prej shtizave, shigjetave që i kanë ndërtu në vendin e tyre, në zamanin e tyre. Për këtë arsye, thot mrekullia e ditë që Allah s'ja inspiron atyre me maru shkallë që me dalë për mi pendë. Për atë Allah ka thonë s'mujnë ato me shpum, e as s'mujnë mund gjitë mbi ta. Mrekullia e tretë që e transmeton Ibn al-Arabiu thot, është mos inspirimi me thonë insha Allah më herët. Pra Allah s'ja mundson farit të tinve me thonë insha Allah, nga se atë ditë që Allahu ja inspiron dhe ja mundson me thonë inshallah, të nesër me dalim. Kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Ibn Hajar Asqalani e shton dhe disa dobi qera që tregon prej këtij hadithi, thot e kemi kuptu se dhe Yejujët dhe Mejujët kanë udhëheqësa
nga se në këtë transmetim përmenet që udhëheci tyre i dirigon dhe i thot lene punën, fillon janë i punës, thoni inshallah, dhe ke hadithi pejgamberit Allah, gjithashtu ka thonë nën kupton se në mesin e tyre ka njerëz që e njohin Allahun Azza wa Jall. Kja është hadith që shumica e dietarëve e kanë pranuar si hadith të vërtet dhe i kanë mbështet mendimet e tyre dhe kanë thonë se penda e Dhul-Qarnejnit që është ndërtu Jegjujeve dhe Mejgjujeve sot e kësaj dite ekziston dhe ajo nuk është hap dhe Jegjujet dhe Mejgjujet nuk kanë dalën këndej, ato ekzistojnë derisa të vend caktimi Allahut Azza wa Jall dhe të shfaqen e të dalë. Kja është mendimi shumicës e dietarë. Mendimi pakicës e dietarë që mendoj se kanë argumente të fuqishme është ki. Ka thonë, s'ka dyshim se prej shenjave të mëdha të kiametit është shfaqja dalja e Jegjujeve dhe Mejgjujeve. Mirë po kanë thonë dalja e Jegjujeve dhe Mejgjujeve në akhiri zaman nuk nënkupton që ato s'kan dal asnjëherë, se për ndryshe nëse ne në këtë mënyrë i kuptojmë argumentën, do të ndeshi me shumë hadithe të vërtet. Cilët janë këto hadithe të pejgamberit Allah, që si pas palës e ditë, që në këtë mendim është Sejid Kutubi në tefsirin e tij, gjithashtu anon në këtë mendim Imam Qurtubiu. Kur jemi të Sejid Kutubi, vërtet që i Albani rahimahullah, kur është pyet për tefsirin e Sejid Kutubit, ka thonë, fjalët e Sejid Kutubit që kanë dalë prej burgit, sikur që me qenë inspirime prej anës Allahut. Sikur me qenë inspirime prej anës Allahut Azza wa Jall. Pa Sejid Kutubi thot kja është orvaqja dhe ijtihadi im dhe nuk pretendoj se vetëm që shtu është hak. Pa hakun dhe të vërtetën e din më mirë Allahu Azza wa Jall se çdo kush tjetër. Në këtë mendim anon dhe Imam Qurtubiu në tefsirin e tij, po më e çuditshme është si thash se Ibni Kathiri, edhe pse e konsideron hadithin e Abu Hurajrës që e transmetua më herët, u ndal tek teksti këtij hadithi dhe tha, më duket teksti këtij hadithi diçka jabanxhi, diçka në kundërshtim me Kur'anin e Kerimin, që do t'i shfaqmi ne inshallah argumentet në vijim. Pse këta i boni që ta anojnë në këtë mendim se Jegjujët dhe Mejgjujët kanë dalë prej pendës e Dhul-Qarnejnit. Dhe Jegjujët dhe Mejgjujët shfaqen e tyre në akhiri zaman nuk e nënkupton se ato kanë penges prej pendës pa një shfaqe qëtër. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith që e kanë nxjerrë Imam Buhariu dhe Muslimi, që e transmeton bashkëshor që e pejgamberit Allah Zeynep e bia Jahshit, që thot në një transmetim thot hini pejgamberi Allah prej jashtë i friksuar. Në një transmetim tjetër thot o zgju pejgamberi Allah nga gjumi i friksuar dhe tha la ilaha illallah wailun lil arab min sharrin qad iqtarab. La ilaha illallah, mjeri arab, çfar domi madh i është afru. Futiha al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hada. Tha sot ka fillu të hapet penda sikur kjo, dhe e bashkoi pejgamberi Allahut gishtin e madh me gishtin tregues. Tha ka fillu, pra pejgamberi Allah e pa në ëndër
se penda Jegjujit dhe Megjujit ka fillu të rënohet. Në kohën e pejgamberit Allah, tha dhe a hap kaq. Shto ja boni pejgamberi Allah, tha hapën penda Jegjujit kaq. Në kohën kër pejgamberi Allah e pa në ndër, dhe ëndra e pejgamberëve është shpallje si që është e njohur të çdo kush. Zeynep e bia Gjahshit tha, ja Rasulallah, e nuhlaku wa fina salihun, a shkatromu ne, edhe pse në mesin ton ka njerëz të mirë. Ndëgjo çka tha pejgamberi Allah, tha nam, idha kathura al-khabath, tha po oj Zeynep, nëse të këqijat janë më shumë se të mirë, nëse dominon e keqë, me një mos, me një popull, me një vend, tha shkatrohen të mirë dhe të këqijat. Ka thonë dietarët, nga kuptoj Zeynep binti Gjahshi, se me hapjen e kësaj pende është shkatrim. E dite se pasi ja ka fillu kaq, mu hap, ajo do të rënohet, dhe do të dalin Jegjujët dhe Megjujët, dhe Jegjujët dhe Megjujët bojnë shregullimin tokë, derisa për skajt të këqinjve shfarosën dhe të mirë. Ndërsa Ibn Uthejmini kur flet me fjalë al-khabath, tha qka e ka për qëllim, tha mund me pas për qëllim kofri. Tha kofrim dhe jo muslimanët, kur deportojnë nga dishullin arabik, mjeri arab, qka i ka prit ato. Kështu thot Sheikh Ibn Uthejmini, tha për ata pejgamberi Allah, në qastet e fundit e jetës ati, tha nga dishullin arabik, s'ka me lon qifut dhe krishter, s'ka milon difeja në ka dishullin arabik, po ka milon vetëm muslimanët, dhe në kohën e Omer ibn Khattabit o realizu ëndra e pejgamberit Allah, që në kohën e Omerit Allahu azze o gjell të lashet ja largoj dhe shtetet i qliroj. Po ka mundësi Ibn Uthejmini si thot se fjala al-khabath ta e ka për qëllim dhe gjunoj. Pra kur të dominojnë gjunat, kur të shfaqen gjunat, shkatrohen dhe të mirët për skejt të këqinjëve. Pse e valë? Nga se kanë ardhë hadithet e pejgamberit Allahut të shumë, që ka thonë pejgamberi Allahut, nëse gjunat shfaqen, Allahu azze o gjell i shkatron të gjithë. A diri pse? Për shkak se gjunat nuk kanë mundësi të shfaqen vetëm për shkak se të mirët e kanë lënë detyrën e tyre davetit. Për shkak se të mirët e kanë lënë pas dore përgjegjësinë që Allahu azza wa jall i ka obliguar në supat e tyre. Për shkak se të mirët e kanë lënë urdhin në të mirë dhe ndalesën nga e keqe. Këtë hadith e transmeton Imam Bukhariu Muslimi, po në nënvizon e këtë që vijon. Transmeton dhe Ebu Hurejra transmeton dhe tregon dhe thot, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fataha Allahu min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadha. Allahu pendën e Ya'juj dhe Ma'juj e hapi kaq. E hapi Allahu azza wa jall pendën e Ya'juj dhe Ma'juj kaq. Për këtë arsye kanë anu dietarët, se kur qish e përmenën Sejid Kutubin, Imam Kortobien dhe disa të qertë, se Ya'jujët dhe Ma'jujët kanë dalë në fund të shekullit 7. Kanë bën një lloj çrregullimi që historia nuk e ka pa kur në jetën e tyre. Saktësisht në vitin 656 të Hijretit, ko Ibn Kathirin në tregon se tatarët kur kanë dalë në atë kohë, kanë qenë 2 milion viktima, vetëm në Bagdad
për një dit apo ditëra dit I kanë mit 800.000 musliman, janë mit, e kanë mit khalifën, janë mit dhe djetar dhe të mirë. Pra kjo është hadithi pejgamberit Allah që e ka thonë wailun lil arab min sharrin qad iktarab. Njeri arabët ajo që e pret. Unë po përqendrohem në të arabët, edhe pse ato të cilët kanë thonë se hadithi e Burejrës së parë është I vërtet, se Jegjudët dhe Mejudët nuk kanë dalë, ato e kanë komentuar ndryshe dhe kanë thonë pejgamberi Allah kur ka thonë wailun lil arab, ka thonë e ka pas për qëllim musliman, se në atë kohë vetëm arabët janë konë musliman, apo për shkak se përgjegjësia e parë I ben arabëve, apo për shkak se Islami ka mu kthi në fund tek arabët, siç ka thonë pejgamberi Allah se imani ka mu kthi në Medinë prej kur ka dalë, si kur gjarfni që het e pastaj kthehet në vrimën e vet. Edhe pse këtë koment unë mendoj se është larg, për çka ajo që vijon do të argumentojnë se atë të cilën ka nanu Imam Kortobiu, po që është ndalë dhe Ibn Kathiri, po dhe që e ka përkra Sejid Kutubi, ne mendojmë se është e vërtet. Për çka do të shohmi në vijim se pejgamberi Allahut kur ka thonë wailul lil arab, njeri arab, normal se kish pas mundësi me thonë njeri musliman min sharrin qad iktarab, sherri I cili I është afru. Pa ata djetarë thonë se kjo është njënja prej mrekullive që pejgamberi Allahut na ka paralajmëru me ndodhit të ndryshme që ja kanë pa hajrin, ato që I kanë mësu hadithet e pejgamberit Allahut dhe I kanë pa hadithet e pejgamberit Allahut pranësive të ballit të tyre. Transmeton një njeri që e quajnë Muawi, nga Muawija ibn Abi Sufjani, I cili thot isha te Muawija ibn Abi Sufjani, e erë një letër Muawija ibn Abi Sufjani, kona atë shkrim e përgazoshin Muawija ibn Abi Sufjanin dhe I tregojshin se kemi hin luft me Turqit, pra me Mogolët, kemi tregu kush janë Turqit, kemi hin luft me Turqit dhe kemi nga dhënji shumë plaçka të luftës. Kur e lexoj ta këtë letër, Muawija ibn Abi Sufjanit ju ndryshoi ngjyra e fytyrës së Muawija ibn Abi Sufjanit. Dhe e pyeta ata dhe I thash, pse ndryshove ngjyrën e fytyrës dhe u idhërove, kurse këta të përgëzojnë për ngadhnimin e luftës të cilën ato e kanë ngadhni me Turqet që kanë hi në vendet e tyre. E ja shkrujti një letër Muawija ibn Abi Sufjani, tha s'keni mundësi dhe s'keni të drejta që të hini luft me Turqit derisa unë që jap leje. Tha pse ja Muawija ibn Sufjan? Tha nga se e kanë dëgju pejgamberin e Allah. Çka e kin dëgju ja Muawi? E kam dëgju se ka me arë një kohë një zaman që ato që I kanë luftu këto dashamirët e mi kanë me nasundun neve arabë. Dhe thot pejgamberi Allah, me një hadith të pejgamberit Allah, si thot Ibn Hajar Asqalani, se ki hadith është kon hadith I njohur të sahabët. A din cilin hadith? Thot pejgamberi Allah, utruku turke ma të rakuku, leni Turqit, mos I ngacmoni derisa ato nuk ju ngacmojnë. Mirë po, ndodhi e kundërta. Nga në këtë njëri, që në Rafen ibn Kathir, dhe në tregon se si muslimanët, kur I shqetësuan dhe I ngoqën Turqit, pra e lanë porosin e pejgamberit Allahut çka ndodhi. Transmeton Ibn Kathirin, në tregon Imam Ibn Kathirin Bidaja wa Nihaya, në tregon dhe thot se disa tregtar të Gjenkis Khanit të tatarve
morën udhëtimin dhe kaluan shtetin e muslimanëve derisa arritën në vendin e Iranit sotëm. Dhe në atë vend ishte një mbret i quajtur Khawarizm Shah. Dhe dhaventi Khawarizm Shahit i mbyti tregtarët e Gjengis Khanit tatarëve, që tatarët e kanë prej ardhen prej turqëve, pra kinezët, mogolët, tatarët, krejt këta popuj janë të gjithë bojnë pjesë në Turqit, që ka thonë Ibn Kathiri, kemi tregu në derset e kaluar, dhe kemi tregu se pse kanë morë emnin Turqi. Pra Turqit e Turqis është një fis prej fiseve të tyre. Megjithatë kinezët, japonezët, krejt këta popull që jetojnë janë turq. Dhe tatarët, mogolët janë prej turqëve. Dhe këta i mbytën këta tregtarë, Gjengis Khani ja çaj një letër deri te Khawarizm Shahi të vërtetohet, dhe në këtë letër i tha, siç është e njohur, se tregtarët dhe ambasadorët nuk mbytën. Ato që u mbytën prej neve tatarëve, a ishte me dienin tonë apo pa dienin tonë. Nëse është me dienin tonë na tregon, dhe nëse nuk është me dienin tonë, të lutem na dorëzoj zaventin tonë që t'ja këmiremi siç na i kanë mbyt tregtar tonë. Ja çoj Gjengis Khani letrën me një të dërguar çka boni prej gabimeve të cilët e boni Khawarizm Shahu, e mbyti dhe të dërguarin e Gjengis Khanit. Pra i shqetësoi turqit dhe i pengoi turqit që ta ban Gjengis Khanin ta pregadit një ushtri të madhe derisa ta arrin në Sham, në Bagdad, ti pushton tokat e muslimanëve, 2 milion viktima i lanë tatarët në mesin e muslimanëve, e pushtuan Bagdadin, e mitën Mustasimin, khalifin e asaj kohe, i mitën djetarët, i mitën njerëz të mirë, që të realizohet para lajmërimi pejgamberit Allahut, që pejgamberi Allahut ta la ilaha illallah, që thot Ibn Sajmini e ka thonë këtë fjalë fillim, me abo me dije muslimanëve, kohën e fitneve duan t'i përmban fjalës la ilaha illallah, dhe do me thonje të fjalës la ilaha illallah, wailu lil arab min sharrin qad iktarab. Njeri arab t'je një shër i madh që ju është afrua atyre. Imam Kortobiu tregon se musliman 3 herë kanë një luft me tatar, vetëm ajo që historia nuk e kanë dëgju dhe muslimanët nuk e kanë përjetu, është ajo që kanë ndodhur me tatarët në vitin 656 sipas hijretit. Vjen khilafeti, përfundon khilafeti i Beni Abbasëve me mbyqjen e khalifës dhe me mbyqjen e shumë njerëzve të mirë, që të realizohet para lajmërimi pejgamberit Allah, që i tha pejgamberi Allah kur e piti Zeynep e bia Gjahshit, e nuhleku afina salihun, a mbyqmi, a shkatromu, edhe kur mesin ton ka njerëz të drejtë. A dini se ka transmetime për çka këti njerit të drejtë Allahu Azza wa Jall e mbron një qytet. Për çka këti njerit të mirë, Allahu Azza wa Jall ja ek belat një fshati, një mahallë, një qyteti, një shteti, Allahu Azza wa Jall belat i ngren, për çka se në mesin e ati populli ka njerëz të mirë. Thot Allahu në Kurani Kerim, Allahu nuk e zbrit dënimin o Muhammed përderisa ti e gjallë mesin e tyre, dhe Allahu nuk e dënon në popullin përderisa në mesin e popullit ka njerëz që kërkojnë falje. Për çka Allahu Azza wa Jall i dënoi muslimanët, i mbyti dietarët, edhe në atë kohë kur
kishte hoxhallar dhe dietar dhe njerëz të mirë. Ka thonë Ibn Kathiri dhe dietar, nga se ato hoxhallar asaj kohë kanë lënë detyren për të cilën Allahu i ka ngarku me ta. Pra dietar janë makamësit e pejgamberëve të Allahut, janë të kushtuar që të flasin të vërtetën, janë të ngarkuar që të therasin në të mirë dhe të ndalojnë nga e keqja, për shkak se kanë lënë urdhën, obligimin që Allahu Azza wa Jall i ka ngarku ato. Allahu i shkatron dhe të mirë për shkak shfaqjes ekzistimit të këshijave të shumta. Pa ata dietar thojnë se ta kishin pas parasysh Khawarizm Shau hadithin e pejgamberit Allahut, leni turqit derisa ju lën juve rahat. Njani prej neve mund me thonë se këtë hadith e kam gjetë me një vend që Sheikh Albani ka thonë se hadithi është i dop. Mirë po vllai dashur musliman, me leximin e 3 fletave dinit tan, mos ku mendo se ki kuptu dinin tan. Ibn Hajar Asqalani dhe dietarët e famshëm flasin ko Sheikh Albani është argumentu vetë me këtë hadith dhe me një hadith tjetër që thot pejgamberi Allahut, thot leni etiopian për derisa ju lon ato juve, leni dhe turqit mos i ngucni për derisa ato nuk ju ngucin. Dhe Sheikh Albani ka thonë se zinxhiri këtij hadithit është i mirë, vlen për argument dhe dëshmi. Pra dhe Sheikh Albani pajtohet me transmetimin e këtij hadithi. Pra kjo ngjarje që ndodhin në fund të shekullit 7, mendojnë dietar se këto i kanë qenë Yejujët dhe Mejujët. Në veçanti, për çka mendojnë dhe anojnë në këtë mendim, për shkak se anojnë në mendimin se hadithi e Abu Hurajrës që e transmeton Katadja e transmeton prej Ebu Rafi e transmeton prej Abu Hurajrës dhe thot që ka thonë pejgamberi Allahut se Yejujët dhe Mejujët janë ato që e grin pendën. Thot ki transmetim nuk është i vërtet. Pse nuk është i vërtet? Se sot i ka disa belaja. One nuk do të zgjerona shumë për ka zinxhirim, vetëm do t'i përmeni disa probleme që i posedon kja hadith, edhe pse e kanë nxjerrë Imam Tirmidhiu, edhe pse e kanë nxjerrë Imam Ahmedi, edhe pse Ibn Hibani dhe Hakimi dhe Dhahabiu, pra dhe Sheikh Albani, edhe pse mendon se hadithi është i vërtet, dietarët bashkohor, holumtuesit të zinxhireve të hadithët pejgamberit Allahu, na i kanë pru disa argumente se ki hadith nuk është i vërtet. Pse? E para prej atinve, thot se mes Katadës në zinxhir dhe Ebu Rafi ka ndërprerje. Nga se dietarët e hadithit kanë thonë, Katadja kur s'ka ngu hadith prej Ebu Rafi, dhe këti hadithi zinxhiri i thojnë zinxhir munqati i ndërprem. Pra zinxhiri i hadithi që e ndërprem ban pjesë në llojet e haditheve të dobta. 2. Nëse sipozohet se Katadja e kanë dëgju prej Ebu Rafi, është dash me thonë e kam dëgju. A dini pse? Se Katadjat e muhadithët njifet prej mashtruesve. Çka do me thonë mashtruesve? Në terminologjin e hadithit i thojnë modellis. Pse i thojnë mashtrues? Thojnë se Katadja me siguri e kanë dëgju prej njanit që ka qenë i dop, e aje kanë dëgju prej Ebu Rafi. Dhe këto kur dojnë dhe njëherë me mashtru në këtë aspekt, thojnë transmetohet nga Ebu Rafi. A konsiderohet rejnë? Nuk konsiderohet rejnë, po konsiderohet mshefje e njanit që zban me dik. Për këtë arsye,
kur s'kan këtë aspekt transmetuesi prej modellizve, nuk pranohet hadithi ti që thuat ka thon filani, po duhet me thon e kam dëgju filanin. A ka sadja me Ebu Rafi s'janë taku, mos flasmi me ndëgju. E treta problemi këti hadithit, se me një zinxhir qëtër, që është ma i vërtet, që thuhet se kjo fjalë është e Burejrës dhe nuk është hadithi pejgamberit. Fjalë e Burejrës dhe nuk është hadithi pejgamberit. Gjithashtu na transmeton nga Ka'b el-Ahbari njëjtën transmetim, pa ndryshimin e asnjë shkronje, njëjtin transmetim. Kurse Ka'b el-Ahbari ka qenë prej ulemave të qifutëve, i cili shpesher në ka transmetu ngjarje që i ka morë prej librave të qifutëve. A lejohet? E ka leju pejgamberi Allah që të transmetohet, mi po ka thonë, asë nuk i besojmë, asë nuk i përgënjështrojmë. I përgënjështrojmë nëse kena ne argument të vërtet që ndeshet me atë transmetim, atëre e përgënjështrojmë. Pra Ka'b el-Ahbari transmeton njëjtin transmetim, pa ata dietarë kanë thonë se Ebu Hurajra e kanë dëgju prej Ka'b el-Ahbarit dhe ka transmetu prej Ka'b el-Ahbarit, nga se kena zinxhira të vërtet në Sunenin e Abu Daudit se Ebu Hurajra ulke shpesher me Ka'b el-Ahbarit, e ndëgjoj ngjarje që transmeton të prej ftarëve të librit, edhe transmeton të Ebu Hurajra, derisa në kanë dhirë Imam Muslimi librin ati Temyiz në faqja 175 nga Bisr ibn Sa'id, i cili thonte: u ulshmi të Ebu Hurajra, Ebu Hurajra në tregon të hadith të pejgamberit Allah, po në tregon të dhe ngjarje që ka ni prej Ka'b el-Ahbarit edhe shkonte. Çka ndodhte në mesin tonë? Tha kishte në mesin tonë njerëz të cilët i përzishin hadithin e pejgamberit Allah, jam veshin Ka'b el-Ahbarit. Fjalën e Ka'b el-Ahbarit e thëshin ka thonë pejgamberi Allah. Për ata Bisr ibn Sa'id tha, keni frikë Allah, non janë i menën mirë. Kur po thot Ebu Hurajra, ka thonë pejgamberi Allah, kur po thot ka thonë Ka'b el-Ahbari. Pra ki hadithi pejgamberit Allah që e transmeton Ebu Hurajra, që Ya'juj dhe Ma'juj e grin pendën, nuk e ka thonën që i ka thonë pejgamberi Allahut, po ka thonë Ka'b el-Ahbari. Mirë po njoni prej atinve që i ka prezentu si Ebu Rafi' apo Qatada, ka mendu se ka thonë Ebu Hurajra është fjalë e pejgamberit Allahut, në shkencën e hadithit e ban këtë hadith të dobë, dhe nuk e ban transmetim prej pejgamberit Allahut, po transmetim e Ebu Hurajrës, fjala Ebu Hurajrës që transmeton nga Ka'b el-Ahbari, që të cilët e kanë pa të arsishme dhe të lejoshme që të transmetojnë prej idhtarëve të librit, pasi që pejgamberi Allahut ja ka leju. Kjo ishte për zinxhirin e hadithit të pejgamberit Allahut. Problemi më i madh se këtij transmetimit ndeshet në hadithet e vërteta të pejgamberit Allahut. E para ndeshje që ndeshet është me transmetimin që e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurajra, njëjti transmetues. Ebu Hurajra transmeton dhe thot, ka thonë pejgamberi Allahut, penda Ya'juj dhe Ma'juj është hap. Ndërsa transmetimi e Ebu Hurajrës ka thot se ato e grien derisa arrin me i pa rrezet e diellit. Të nesërmen kur kthehen, nuk i shohin rrezet e diellit, mbyllet krejtësisht, më bet se ka qenë mbyllur. Pra qish mundet hadithi pejgamberit Allahut të ndeshet me hadithin e pejgamberit Allahut? Pejgamberi Allahut para lajmëron, ka në pejgamberit Allahut aq penda,
Ndërsa transmitimi e Burerës, çka po thot? Penda mbyllët. Ja fillojnë me hap. Kjo nën kupton se këta dy hadithe ndeshën njëna me tjetër, ka përparësi qëllim normal, se ka përparësi hadithi vërtet, hadithi pejgamberit Allah, i cili ka thonë se penda e Dhulqarneinit ka fillu të hapë. Penda e Dhulqarneinit ka fillu të hapë. E dita është transmetimi e Burerës që të regon se kur dalin një gjugët dhe me gjugët, që ka bojnë? Bojnë shregullim që të regullimi dhe belaja arrit tek çdo njeri. Për pas kujt? Isajt dhe njerëzve të mirë me Isajt. Ndërsa hadithin të cilën e transmeton e Burejrë, apo Zejne bintu Gjahsh, çka tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot wailul lil arab, belaja ka me arrit dhe vetëm të arabë. Mjeri arabë, s'ka thonë mjeri musliman, ka thonë mjeri arabët. Ti shtekon që je gjugjet dhe me gjugjet, do të dalin veç akhiri zaman, u dashke pejgamberi Allahut me thonë, wailul lil muslimin, njeri muslimanët, po ka thonë, wailul lil arab. Pra tatarët, në vitin 656, belaja e tatarve kujt, ka rritër të kush? Vetëm të arabët. Belaja tatarve i ka pushtu tokat e arabëve. Pra kjo është mrekullia e pejgamberit Allah, që na ka paralu pejgamberi Allah. 2. A nuk tregoi pejgamberi Allah dhe tha, kur e pyti Zejnebi dhe tha, a ne shkatromu, edhe pse ka njerëz të mirë? Tha po, do me thonë, shkatrohen të mirë dhe të këqij. Ndërsa hadithin, kushtimisht e Burejrës kur dalin një gjugjet dhe me gjugjet, a shkatrohet Isai dhe paria e tij, njerëz të mirë, a shkatrohen? Apo shpëtojnë? Shpëtojnë Isai dhe shpëtojnë musliman të cilët strehohen në fortifikatat e tyre dhe strehohen në kodrën e Turit, që do të flasmi në dersat e ardhshëm. E 4 prej atin, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu, që i tha dhe Ibni Kathiri se transmetimi e Burejrës ndeshët me Kurani Kerim. Nga se jehudët që i futët dhe mushrikët e pytën pejgamberin Allah për Dhulqarneinin. Dhe Allah i tregoi në Kurani Kerim çka është më me rëndësi me ditë për Dhulqarneinin. Dhe i tregoi se është një pemë, që kjo pemë i pengoi e gjugjet dhe me gjugjet, që t'i shqetsojnë këta njerë që janë kiton pendës, dhe kjo ishte rahmet prej anës Allahut. Ndërsa transmetimi e Burejrës, çka thot, tregon se ato nuk i shofin rrezet e dillit. Po mirë me vëlla, në penda, ndërtimi pendës, ato që janë ato në pendës, çka e pengon penda rrezet e dillit? A ka mundësi penda ti pengon rrezet e dillit? Mo paskon, ka thonë djetar, mos mu paskon që Dhulqarneini ka ndërtu dhe diçka të çuditshme, u dashke me tragu Allah në Koran. Për çka? Se që i futët dhe mushrikët ishin të kujdesshëm që ta zonë pejgamberin Allahut gabim. Dhe ti thoshin, ja Muhammed, ti na tregove për pendën, a mos na tregove neve, nuk na tregove se ato rrezet e dillit nuk i shofit. Për këta nuk na tregove. Për këtë arsye penda nuk i pengon rrezet e dillit. E si ka mundësi që të jetë e sakt transmetimi e Burejrës, të jetë i sakt që këta e grien derisa, thot pejgamberi Allahut, kanë të i pa rrezet e dillit, pra ato rrezet e dillit
nuk i shofin si pas transmitimit të Ebu Hurejrës. Si pas transmitimit të Ebu Hurejrës, ndërsa fejnë dhe Dhul-Qarnejnit s'ka mundësi që t'i pengon rrezet e diellit. Gjithashtu na transmitohet në hadithe të vërteta që ndeshën me transmitimin e Ebu Hurejrës që e ka transmitu prej Ka'bil Ahbari. Ndëgjoni këtë hadith që e kanë nxjerrë Imam Ahmedi dhe Imam Tabarani. Po ashtu Ibn Abi Asim dhe Ibn Abi Shejbe dhe Ejthemiu ka thonë se zinxhiri këtij hadithit është i vërtetë. Transmeton Abdullah ibn Harmele nga halla e tij, e cila thot pejgamberi Allahut na ligjeroi na i majti në hutbe dhe ndër të qerat na tha. Çka tha pejgamberi Allahut? Tha innakum taquluna la'du. Ju po thoni se s'ka armiq. S'ka do me thon luftë mo. Tha wala tazaluna tuqatiluna aduan. Po ju do me thon ka me pas luftra deri sa ta luftoni armikun, armiq të ndryshëm, hatta tuqatiluna Ya'juj dhe Ma'juj, deri sa ta luftoni Ya'jujin dhe Ma'jujin min kulli hadabin yansilun, të cilët janë shumë që dalin prej çdo kodrine, e mbushin si përfaqen e ati vendi. Thot ka anna wujuhuhum al-majanul mutriqa, fytyrat të cilët i kanë të shtipura sikur me qenë mburoje e kalisur. Transmeton Imam Bukhariu nga Amr ibn Taghallub, i cili thot inna min ashrati as-sa'a an tuqatilu qauman yanta'iluna ni'al ash-sha'r. Prej shenjat të kiametit të luftoni me disa njerëz të cilët i kanë sandallet e tyre prej lëkurës me qime. Pastaj thot pejgamberi Allah, wa inna min ashrati as-sa'a an tuqatilu qauman urab al-wujuh. Dhe prej shenjave të kiametit të hini në luftë, të luftoni me disa njerëz që i kanë fytyrat e gjana, i kanë fytyrat e shtipura, sikur mi pa, sikur me qenë buroje kalis. Transmeton Ebu Hurejra, pra një që transmetuas, Ebu Hurejra transmeton prej pejgamberit Allah, që këtë transmetim e kanë nxjerrë Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Ebu Hurejra, që ka thonë pejgamberi Allah, la taqumu as-sa'a, nuk bëhet kiameti hatta tuqatilu turk, derisa të luftoni me turqit. Çfarë cilësi i kanë këto turq që do t'i luftojmë? I kanë cilësit e Ya'jujëve dhe Ma'jujëve. Thot pejgamberi Allah, sigarul a'yun, snit e vegjël, hamrul wujuh, ngjira e lëkurës e fytyrës e tyre të kuq, dhulful unuq, i kanë hundat e shtipura, kenne wujuhum al-majanul mutriqa, si mi pas fytyrat mburoje kalisur. Wala taqumu as-sa'a hatta tuqatilu qauman ni'alum ash-sha'r, pra dhe nuk bëhet kiameti derisa të hini në luftë me ato popull që kapuçt apo sandallet e tyre i kanë prej lëkurës me qimë. Këto janë cilësit që në kanal në hadithet pejgamberit Allah, që ju keni me luftu një popull që i përngjan Ya'jujët dhe Ma'jujët. Në transmetimin Ahmedi dhe Imam Tabari se janë Ya'jujët dhe Ma'jujët. Për këtë arsye dietarët e kanë patë arsyeshme me thonë kështu, siç ka thonë Ibn Kathiri komentin e ajetit që Allahu Azza wa Jall thot që s'kan mundësi me dalë për mi as me shpu. Ibn Kathiri thot në kohën e tyre s'kan mundësi me dalë e as me shpu. Nuk do me thonë që në kohën e arshme s'kan mundësi me dalë, sikur muri Kinez që ka vle për disa luftra të një zamani, e pastaj muri Kinez sash nuk vlen si fortifikat për luftrat bashkohore. Për këtë arsye,
këto dietar të anojnë këtë mendim për bashkimin e argumenteve dhe thojnë se tatarët janë Yejujët dhe Mejujët që i kanë paralajmëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që keni me i me luft me turqit, që keni me hi luft me Yejujët deri në një zaman të vene pas një kohë e të dalin prap Yejujët dhe Mejujët. Dhe penda e Dhulkarnejnit si pas këtij mendimit, pra nuk vlen si argument, nuk vlen si mburoje, si pengesë të daljes së tyre. Nuk vlen si argument për çka se thonë këta dietar, këto kanë dalë në vitin 656 dhe krejt këto hadithe i përshtaten, këto hadithe i përshtaten ngjarjes që kanë ndodhur në fund të shekullit të 7 të Hijretit. Mirë po parashtrohet pyetja, pra cila është e fshehta që Allahu Azza wa Jall e ka potencuar në Kur'anin e Kerim? Ka thonë dietar, sikur që takon këtij mendimi gjithashtu Ibn Kathiri dhe thot, kemi thonë se Yejujët dhe Mejujët janë njerëz me prejardhje prej Ademit. Po janë njerëz sikur ne, me prejardhje prej Nuhit alayhis salam. Pra normal dhe ato jetojnë sikur që jetojmë ne. Pse ato të pengohen prej rrezave të diellit? Pra jetojnë sipërfaqen e tokës, siç jetojmë ne. Mesazhi pejgamberit Allahut i ka ardhur atyre siç na ka ardhur neve. Cila është gajb, cila është e fshehtë? E fshehta është se kur kanë më shfaq për së dy, kur kanë me dal për së dyti. Mirë po pyetja parashtrohet, prej ka kanë me dal? Ne po thuhe kanë me dal, e pastaj po thuhe se pende e Dhulkarnejnit nuk është pengesë për to. Prej që kanë me dal, kanë thonë dietar, dalje e tyre, shfaqja e tyre nuk është për qëllim se janë të izoluar me një vend, po e ka për qëllim sulmin që e kanë me morë për disa shkaqe që Allahu Azza wa Jall ka mi caktu. A nuk thot Allahu në Kur'anin e Kerim, i thot Beni Israilve, ba'athna alejkum ibadan lana uli ba'sin shadid, ja dërgojmë, ja nxjerrmi një popull të fuqishëm. Kanë, i thot jehudëve që i futve, ja çojmë disa burra, ja nxjerrmi disa burra të fuqishëm, ju përzon juve pikutësit. Kështu ka thonë Allahu në Kur'an. Pe ka Allah i nxjerr pitoke? Jo, pa Allah i pregadit. Dhe Allahu ka thonë në Kur'anin e Kerim, kuntum khayra ummetin ukhrijat lin-nas. Ju jeni populli më i zgjedhur që ju kemi nxjerr. Pe ka ju kanë nxjerr? Po ju keni qenë, po ju kemi një bo me dërgimin e pejgamberit Allahu, pasi që ju keni përkra besimit Allahut. Pra dhe kanë thonë dietar, nuk ndeshet me Kur'anin e Kerimin që Allahu Azza wa Jall ka thonë fe idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kur të arrije caktimi Allahut, Allahu e rënon pendën, nga se dietar kanë dimendime kur e ka për qëllim a ditën e gjykimit apo në kohën kur ato dalin. Pra ato kanë me dal diherë, siç kanë thonë dietar, njëherë kanë dal pjesërisht që musliman kanë bon rezistent, dalje e tyre, a shfaqe e tyre në akhiri zaman, në kohën e Isa ibn Merjemit, që ka me përfshit regullimi tyre, njerëzimin e jo vetëm arabët, dhe në atë kohë, Allahu Azza wa Jall ka me shpëtu Isain me besimtar e sinqert, të cilët kanë mustrehu dhe nuk kanë me bon rezistent. Pra si pas këti mendimi, është se transmetimi e Borejrës nuk është i vërtet, që thonë se ata e grien pendën për çdo ditë. Po mendimi ma i sakt është që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se arabëve do t'i shfaqet një tmerr dhe ai tmerr arabëve ju ka shfaq dhe na ka paralajmëruar pejgamberi Allahut se ki tmerr ka më shfaq për së diti që do ta përfaqësojnë gjithashtu Yejujët dhe Mejujët në kohën e Isait të birit të Merjemet, që me ka me përfshi rruzullin të kësor dhe ajo e cila ndodhi dhe çrregullim që do ta bojnë në kohën e Isait
ne inshallah do ta shohmi në dersat e ardhshëm. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk.